dëgjova këtu pak më parë. E para mbi gjitha, aktiviteti call centerave apo Forexit në këtë vend nuk është aktiviteti i ri, është aktiviteti i hershëm. Dhe natyrisht, pikërisht se ka qenë aktiviteti i hershëm, unë jam detyruar kohë pas kohe në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit, të paktën 4-5 vitet e fundit të kërkoj spjegime nga autoritetet, e mbi gjitha nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nga Autoriteti i Parandalimit të Pastrimit të Parave, dhe natyrisht pastaj edhe nga Policia e Shtetit që ka aktivitet të qartë, ligjor, goditjen e këtij fenomeni në territor. Herën e fundit që kam folur për të gjë, ka qenë jo më larg se 2 muaj më përpara, dhe natyrisht i kam kërkuar Komisionit të Ekonomisë që të zhvillojë një seancë përbashkët me të gjitha institucionet e tjera, përfshirë AMF-n, përfshirë Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, përfshirë Drejtorinë e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe përfshirë edhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, kryesisht sektorin e krimit kibernetik, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë për të hartuar një program të qartë të goditjes së këtij fenomeni në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra, ky nuk është një aktivitet që nuk është në vëmendje, nuk ka qenë në vëmendje të autoriteteve shqiptare, por qoftë edhe të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në krahun tjetër, po unë mund ta them me plot gojë që ky nuk është një krim shtetëror, ky është një krim individual i personave të cilët merren me këtë aktivitet kriminal të mashtrimit dhe të përfitimit të parave të qytetarëve evropian brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, ashtu siç ishte i tillë aktivitet kriminal dhe një aktivitet tjetër që mbështetje fort tek mashtrimi elektronik e që u përhap nga Lesha deri poshtë në Divjak dhe që nuk kishte target qytetarët evropian, po kishte target qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ajo që duhet kërkuar patjetër me forcë është që gjitha agjencitë ligjbatuese të merren drejt për drejt me këtë fenomen dhe ta godasin, sepse është realisht një fenomen që turpron dhe shkatron imazhin e Republikës së Shqipërisë në raport me vende, me qytetarët Bashkimit Evropian, që vërtet janë bujar, janë treguar bujar në kohë të ndryshme që nga viti 1991 me këtë vend. Pra kjo është e para. Pastaj, mënyra se si tregojnë këtu ngjarjet është edhe abuzive, është edhe histori e denjë edhe për Hollywoodin, i cili ka bërë filma me këtë fenomen edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe më gjerë edhe në vende europiane. Unë nuk kam ndërmend të merrem me filma. Vazhdimisht në këtë sallë do merrem me fakte dhe do vazhdoj të merrem me faktet, nga fillimi deri në fund. E dyta gjë që dua të them, do ju kërkoja të gjithëve që kur flisni për majorancën, me thënë drejtën, majoranca është një tërë, po është edhe individuale brenda saj. Dhe kur implikoni majorancën me filanin, me fistekun, duhet dini që majoranca mund mos di gjë fare për emrat që përmenden këtu. Dhe se ka detyrim që të di për emrat që përmenden këtu. Nëse ka marrëdhënie individuale midis njërit edhe tjetrit dhe ku diun tjerë me radhë, është me shumë vlerë ajo për cilin foli dhe kolegja ime pak më përpara, kallëzim drejt për drejt për secilin prej tyre. Unë as e njoh fare këtë ndërtuesin, as e di se kush është ky ndërtuesi, as e kam takuar ndonjëherë në jetën time dhe me thënë drejtën kam pasur dëshirë shumë që t'i ri përballë kur zë trotuare, kur zë hapësira publike e kështu me radhë gjatë momenteve të ushtrimit të aktivitetit të biznesit. Kështu që do ishte shumë e vlerë që emrat dhe atje. Salla e Kuvendit edhe unë e pash dije se çka ndodhur atje në atë kompleksin tek farmacia 10, mund të thosha që aty fare qartë që ore duhet arrestuar këtu filani, por me thënë drejtën duhet që ndrojë brenda statusit tim të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, nuk arreston deputeti, nuk arreston Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, po arrestojnë institucionet që kanë për detyrë të bëjnë një gjë dhe ta bëjnë nga fillimi deri në fund. Të hetojnë, të kryejnë një hetim të plotë gjithë përfshirës për çdo rast ku vren shkeljet ligjit, në atë rast ligjit për ndërtimin në territorin e Republikës së Shqipërisë. E fundi gjë që dua t'ju them është që është e thjesht të damkosësh një sektor të tërë. E të thuash ndërtimi është sektori më i kriminalizuar në këtë vend e kështu me radhë, po duhet kemi parasysh dy gjëra, që në ndërtim ka një sektor publik i cili është në zgjerim edhe për shkak të investimeve kohë pas kohë, fondeve të buxhetit shtetit që injektohen në sektorin e ndërtimit për të kryer vepra publike, dhe pastaj është edhe një sektor privat i cili është sektori i ndërtimit e
për të cilin patjetër, gjithse cili nga ne mund të ketë rezerva për mënyrën se si ndërtohet, si financohet e kështu me radhë, por duhet kemi parasysh numrat zyrtar, një radhë parë, edhe e dyta që mos bëjmë pis në mënyrë kolektive, sepse kolektivizmi në akuzë penale ka rënë që në vitin 1990. Tani për të ardhur tek ky projekt ligji që kemi përpara, patjetër që është shumë e rëndësishme edhe kjo shtesë i bëhet protokollit përmes kësaj marrëveshje, sepse kemi pasur dy probleme shumë të rëndësishme me eksportet tona, veçanërisht me eksportet bujqësore. E para, nuk na njohin certifikatat fitosanitare, mes një fushate të turpshme, të neveritshme kundër produkteve shqiptare, që nis në këtë vend dhe përfundon në secilin për vendeve të rajonit apo edhe në vendet që ne kemi destinacion të eksporteve tona. Dhe kjo duhet jetë një gjë që duhet rregullohet sa mparti dhe mundur dhe shoqëruar bashkë me këtë. Pastaj kemi pas edhe problemin shumë të rëndësishëm të ndalimit në kufi, të zbrazjes së kamionave në kufi, të mbajtjes atje për orë tëra në kushte atmosferike, të papërshtatshme në fund fare, pastaj edhe të prishjes mallit. Kështu që kjo marrëveshja edhe ky protokoll i shtesë duhet synojë që të zgjidh konkretisht edhe këtë problematikë. Tani, në kushtet kur duke filluar që nga muaji nëntor kemi pasur dëme kolosale në sektorin e bujqësisë për shkak kushteve të motit. Dhe natyrisht përmbytjet ka qenë ato që e kanë shoqëruar prodhimin bujqësor nga nëntori deri në fund të shkurtit, po edhe deri në mes të marsit, kemi qenë në agresionin e importit. Dhe natyrisht për shkak edhe të importit, çmimet që kanë qenë apo çmimet që kanë qenë treg kanë qenë të justifikuara pikërisht me këtë fakt. Unë jam drejtuar drejtorisë përgjithshme të doganave. Dhe veçanërisht për produktin që u bë hit në këto muaj, që ishte domatja. E din që am bën përshtypje që ka dy zëra, domate dhe domatina. Të ardhura nga Greqia, nga Italia, nga Serbia, edhe nga Turqia. Ky ka qenë importi kyç i joni. Po e dini, janë diku ke 2500 ton në harkun 1 janar, 31 mars, dhe çmimet me të cilat janë importuar edhe janë zhdoganuar, janë vërtet të habisin. Sepse gjithë këtu kanë blerë domatën me 450 deri në 500 lek për kilogram. Ndërkohë që çmimet e importit janë nga Greqia 56 lek, nga Italia 59 lek, nga Serbia 274 lek, nga Turqia 64 lek. Pastaj vim tek produkti domatin. Nga Greqia 73 lek, nga Italia 52 lek, nga Turqia 62 lek, nga Spanja 51 lek. Dhe prap nga Greqia 54 lek, nga Italia 54 lek, nga Holanda 311 lek dhe nga Turqia 61 lek. Këto numra janë 5 herë, 6 herë, deri në 10 herë më të lira se sa çmimi me cilin qytetarët shqiptar kanë blerë në treg produktin domatë. E natyrisht që ky është një abuzim skandaloz, veçanërisht në një treg ku nuk qarkullon faturë fiskale. Dhe vetmja thirrje që kam tani, përveç faktit që duhet mbështetur shumë fort prodhimi bujqësor dhe duhet mbështetur tani, përndryshe në korrik gushte dhe shtator do të vazhdojmë të importojmë. Thirrja tjetër është që duhet ndalur ky abuzim në tregun e perimeve edhe të frutave. Edhe në kushtet e importit, abuzimi është skandaloz. Dhe për fat keq pastaj prodhimi vendas i ndjek të gjithë faktorët me radhë, edhe se është më i pakët, edhe se ka kushtuar shumë për shkak të përmbytjeve, edhe për shkak se ka kushtuar shumë, edhe për shkak të ushqyesve apo mbrojtësve kimik. Dhe këto do ndalen për theksuar pikërisht abuzimin e dytë. Ju thash pak ditë më parë në interpelancë që kisha me ministrin e bujqësisë në tregun e ushqyesve apo në tregun e mbrojtësve nga insektet që përdoret gjerësisht në prodhimin bujqësor, po ndodh një abuzim shumë i madh. Referuar ures, referuar dapit, referuar nitratit, po edhe ushqyesve, edhe mbrojtësve të tjerë që përdoren përdorim masiv atje. Dhe dua t'ju jap numrat. Sasia importuar për vitin 2025 në ure ka qenë 19.511 tonë. Sasia importuar në janar shkurt ka qenë 5.815 tonë. Sasia importuar në muajin mars, që me demek justifikohet për shkak të luftës, ka qenë vetëm 2.300 tonë, 27.000 në total. E dini nga është importuar nga Greqia, masivisht ure nga Greqia dhe në krahun tjetër edhe nga Egjipti.
E njëjta gjë është për DAP-in, i importuar masivisht nga Tunizia dhe nga Greqia, dhe e njëjta gjë. Ta përfundoj, ju lutem, po. Çmimet me të cilat janë importuar janë 40% më të lira se sa çmimi apo rritja e çmimit që u vret në treg fill pasi u hodhën bombat në Iran edhe u bllokua i rajoni i lindjes mesme. Pra, sot që flasim e kemi uren 68 dhe ka 68 lek dhe ka një rënje me gati 40 lek nga 2 javë të shkura, kemi DAP-in 98 lek dhe ka një rënje me diku 20-20 lek nga 2 javë të shkuara dhe nitratin 58 lek edhe ky ka një rënje me 20-25 lek nga 2 javë të shkuara. Por këto çmime janë shumë më të larta se sa çmimi me cilin është importuar nga vende që nuk janë fare në rajonin e Gjirit Persik, nuk janë bllokuara fare, po janë këtu në mes dhe para nesh. Duhet shumë fort monitorohet tregu dhe të vihet freja abuzimit. Faleminderit. Fjala për Zot.